shumë herë kam menduar që ta pranoj fajsin, askënd nuk e kam vrarë, askënd nuk e kam lënduar. Me të vërtet më vjen keq, domethënë për vrasjen apo për humbin e policit Afrim Bunjaku. Me ardhin e Albin Kurtit në pushtet, kemi ardhur deri tek situata që ai me politikën e tij ka sjellur deri tek ky konflikt i armatosur në Banjsk. Të ndëruar, unë deri më tani nuk jam deklaruar dhe tani në këtë fjalë përfundimtare do të mund të thoja disa gjëra. Si pikë e parë, pajtohem plotësisht me deklaratat e avokatit tim dhe me këtë shqyrtim dhe nuk do t'i përsërisja disa gjëra që i ka thënë ai. Unë këtë gjë, siç e tha avokati, më herë kam menduar që ta pranoj fajsin. Po të ishte reale kjo akt akuze e prokurisë speciale, unë këtë gjë do ta bëja. Unë jam fajtor për atë ditë pse kam qenë në fshatin Banjsk. Dhe ky është gabimi im më i madh në jetë. Jam fajtor për këtë gjë, por i nderuar gjyqtar, unë për vete nuk mund të them se jam terrorist, për arsye se askënd nuk e kam vrarë, askënd nuk e kam lënduar, i vetmi plumb, asnjë plumb të vetëm unë nuk e kam shkrepur ndaj pjesëtarëve të policisë dhe ndaj askujt tjetër. Nëse është ekzaminuar, domethënë pushka ime e cila është gjetur tek unë, ka mund të vërtetohet se nga ajo pushkë janë shkrepur 2 plumba. Që të dyjat në reflektorin i cili ka qenë pranë manastirit, i cili e ka ndriçuar atë zonë në të cilën kam qenë unë në atë moment. Unë më së shumti do të dëshiroja, nderuar gjyqtar, nëse do të mund t'jo prezantoja për 5 minuta jetën time se kush jam dhe çfarë jam. Në jetën time, deri në këtë situatë, nuk jo marr kur asnjëherë me veprime të cilat janë të kundërligjshme. Dikur kam punuar edhe nga 2-3 punë njëkohësisht për 150-200 euro në muaj. Mirë po, asnjëherë nuk kam bërë asgjë që është e kundërligjshme. Shumë pas arrestimit kam menduar për atë ditë dhe gjithçka që ka ndodhur atë ditë dhe kam kuptuar se për një pjesë të ditës nuk kujtohem, domethënë nuk më kujtohet. Sepse unë me të vërtetë, domethënë më ka zënë xhumi dhe ashtu jam arrestuar. Gjë që mund të shihet edhe në fotografi. Me të vërtetë më vjen keq, domethënë për vrasjen apo për humbin e policit Afrim Bunjaku, më vjen keq për të gjithë të humburit dhe të gjithë të lënduarit në atë ditë. Dhe më vjen keq që unë kam qenë pjesëmarrës në atë ngjarje. Vladimir Tolić është nga Zveçani. E ka kaluar fëmijërinë në Zveçan, rinin në Zveçan, është i lindur me 1986, në Zveçan është martuar me bashkëshortën e tij, Jelenën, dhe me të kanë fituar 2 fëmijë. Të nderuar gjyqtar, ky njeri, kur nuk është gjykuar, as dënuar, kundër ti nuk janë zhvilluar hetime për çfarë do vepre penale, ky njeri është marrë me një hobi, ka trajnuar fëmijë që të luajnë, domethënë folklor, domethënë kjo është vallëzim popullor. Se nga atëherë një njeri i tillë, i armatosur dhe me uniformë, në fshatin Banjsk, me 24 shtator 2023. Që ta vërtetojmë këtë, të nderuar gjyqtar, ne duhet ta kuptojmë edhe kontekstin politik të kësaj ngjarje. Ky kontekst nuk është bazë për vërtetimin e fajsisë, por mund të na sqaroj në një masë të madhe me ardhin e Albin Kurtit në pushtet. Kemi ardhur deri tek situata që ai me politikën e tij ka dëshiruar që ta zbatoj që këto institucionet e Republikës së Serbisë që ti domethënë anuloj. Si pikë e parë, si një top i vogël, domethënë në një mal, në majët malit, ka filluar, domethënë me tabelet e regjistrimit,
kriza rreth tabeleve të regjistrimit në një mënyrë ka sjellur deri te ky konflikti armatosur në Banjsk. Pse e them këtë? Në veri të Kosovës, qytetarët kanë mundur që të vozisin me tabela të regjistrimit me të cilat i ka lëshuar policia e Mitrovicës së Veriut, domethënë në kuadër të Republikës së Serbisë.